Pyetja më e madhe, normal, mendoj jo vetëm tuke unë, po kudo është që a do na mungoj Cristiano Ronaldo. Sigurisht, Cristiano Ronaldo do na mungoj sigurisht me Portugalin, sepse ne ishim mësu që nuk luan Portugalia, po luan Cristiano Ronaldo, edhe do ta kemi shumë të vështirë që të themi për shembull o sonte lu Portugalia, pa qenë Cristiano Ronaldo sigurisht. Çfarë meritash ka Cristiano Ronaldo? Absolutisht Cristiano Ronaldo nuk jam unë për të vendosur meritat, por Cristiano Ronaldo është fenomenal, sinqerisht. 20 vjet ne kemi ndalë frymën me Ronaldo Messi. Flas në arenën botërore, sepse kështu sigurisht unë jam interist edhe shoh vetëm Interin dhe jam shumë simpatizant vetëm për ekipin tim Interit. Cristiano Ronaldo është një lojtar fantastik, perfekt në gjitha aspektet edhe por mendoj unë që mungesën do ta ndjej Portugalia pak më vonë, sepse Portugalia mund të jenë të gjithë lidera, por te Portugalia në kohën e Cristiano Ronaldo ka qenë vetëm një Cristiano Ronaldo. Besoj se edhe një vit ose 2 vite mund ta shohim te Al Nassr ose mund të bëjnë në merkato, mund të shkojnë te një ekip tjetër, por do kemi pak mundësi ta shikojmë prapë edhe të shohim, por sigurisht është 41 vjeç edhe fuqia sa vjen e bie. Ndërsa a meritoi të eliminonte në këtë mënyrë, tashi fituesi nuk gjykohet, por fituesi urohet dhe sigurisht Spanja e meritoi dhe urojmë Spanjën, sigurisht për fitoren dhe shumë suksese Ronaldos te klubi i tij personal dhe të bizneset e tij. Faleminderit që jeni pjesë e imja.